Vëm këtu ke gjepi i kësaj. Okej, është momenti për... Apo, lejme se është serios momenti të shi. është momenti të shkojmë në shtëpi. Ka akoma situatë, në lojë. Vipa! Opa? Qa keni? Duam Sabi. Biletat e fatë. Sabi, vate. Sabi, o Ledion. Jo, Keni besoj. mbajtur me hatër, keni dhënë mundësi për bileta aktive. Të besojmë, jo. Kemi mbajtur me hatër. Po, sepse ca nga këta kanë pasur bileta aktive. Ata që hynë tek e para, e di, ta tregon miri si ishte. Njëri për numëronte me gishta, Ledion. Po me qatë i nure me makinë llogaritës? Nuk po dikte llogaria kështu me mend. Atere. Orë s'ka, celular s'ka? I kam thënë publikut që 5 të preferuarit e zgjedhur nga televotimi do të kenë një rol të rëndësishëm sonte që do të ndikoj direkt në televotimin pasardhës. Kështu, do doja si fillim Kesin të ulej edhe një herë aty ku ishte në fillim, e qënë se nuk është pjesë kësaj gjëje përsa ko është imun, se banori më i ri i shtëpisë, dhe kërkoj edhe një herë që 5 të preferuarit të ngrien përballë divaneve me kurriz nga video walli. Atere. Ju lutem të vendoseni sipas kësaj radhe. Miri, Brikena, Iliri, Stine, Kristi në fund. Unë këtej. Pra, Miri, nuk ka problem. Miri, Brikena, Iliri, Stine dhe Kristi. Atere. Sipas asaj që dha. Secili prej jush, si 5 të preferuarit deri në këtë moment të lojës të publikut, do të ketë mundësin që t'i jap imunitet një banori tjetër të shtëpisë nga ata që janë ulur në divan. Miri, kë shpëton ti? Selin. Selin, mund të shkosh afër Miri të lutem? Brikena, ti? Euginin. Eugene, mund të shkosh afër Brikenës? Ilir, ti? Seno. Seno, shko afër Ilirit. Stine? Më fal? Armir. Armir, shko afër Stines. Kristi? Angelo. Angelo. Shpëtove. Okej. Kanë ngelur Mali, Juela, Lore, Stenaldo, Lorna dhe Armela, të cilët nga ky moment do të jenë në televotim dhe njëri prej tyre do të lërë shtëpinë të shtunën. Në këto momente hapim zyrtarisht televotimin. E di. Lore, a u mërzite që nuk të zgjodhi dikush? Jo, e prisja. Lorna? Jo, është normale. Unë e di që do jem gjatë gjithë kohës nominim, kështu që jam okej. Stenaldo? Asnjë lloj problemi. Kjo lojë është e tillë, këtu jemi për veten tonë, asnjë lloj zhgënjimi. Armela? E kjo në vërteta është që edhe sikur nominimet të ishin të fsheta e prisja që t'isha nominim. Kështu që edhe nëse është kështu, it's okay. Juela? Edhe për mua, Ledion, kështu që në rregull, e prisja ndoshta. Mal? Asnjë zhgënjim, e presjon. Ke qenë shumë afër Stines të periudhë. Ka qenë diçka që ka rrjedhur natyrshëm, dhe i kena pas menimet e njëjta për personat ngjajshëm këtu. Dua dhe mendimin e opinionistëve sa i përket këtyre zgjedhjeve të 5 të Shumë e çuditshme, gjithë këta e prisnin. Po. Pra, edhe një herë, Miri zgjodhi Selin, Brikena zgjodhi Euginin, Iliri Senon, Stine Armirin dhe Kristi Angelon. Mirë këta që e prisnin, a kemi në një çudi tek zgjedhjet e atyre që ishin të preferuar? Po ti kisha zgjedhur unë, do zgjidhja fiks këta, po t'isha si këta, domethënë. Sepse janë njerëzit që janë, secili ka zgjedhur aleatin e vet, ato që ka më afër, prandaj aleancat janë të rëndësishme në lojë. Deri tani domethënë. Dhe secili prej tyre ka zgjedhur njeriu që ka nejtë më afër dhe që ka kaluar më shumë kohë me njëri tjetrin.
Miri me Selinën, besoj se dihet. Brikena ka pas më afër Eugjenin, është ndje më komode. Iliri me Senon besoj edhe këtë ju e dini. Stine me Armirin ka një pjesë më të madhe të kohës. Edhe Kristi me Angelon miri ka ecë muhabeti bashkë. Pra, kanë zgjedh Robin që kanë pas më afër. Po, do me thënë, Brikena për shumë ka ndenjur shumë edhe me Lore. Kristi ka patur një moment Angelo këto ditë që i ka thënë mos përdor më emrin tim për shembull. Apo Po ka pasur një situatë. Janë për kamuflime ato? Janë për kamuflime. Monika, si shikon ti zgjedhjet? Unë prisja që Miri të gjithë të Loren dhe jo Selin, mbas asaj videos që Selin e boni cop Mirin. Për shembull. Do thoshti Miri nuk është grua si puna ime që të mbaj natë. Edhe kjo mund t'jetë. Normali... Pase do duhet të jetë Lore ajo që duhet mbaj natë. Unë jam gruaja. Këtë rast. Unë Ilirin normal që Senon do zgjidhte, po të shikosh gjithë atë humor, atë buzëqeshje, ja gjithë kohës Ilirin me Senon e ke, faktikisht, ai janë bërë si dy vëllezër siames. Brikena më habiti që zgjodhi Eugjenin. Do të ketë sa më shumë video për meme, prandaj. Nuk e di ajo, po për shembull, nëse do ishte gjithë ajo për kujdesje e madhe e Brikenës për Stenaldon, mund të ishte një shans që Brikena ti thonte që për kujdesja ime për ty. Mund të marrë për keq ai? Jo, në fakt unë zgjidha Eugjenin se Eugjeni mu më dha imunitet javën e kaluar, kështu që unë thjesht deshta mja kthy një tmirë që ma ka bë. If you give me 1 chocolate, I give you 10 chocolate, kështu që nëse ti ma bën mu një tmirë, të bëj dhe të mira. Ka muske për të pasur si çokoladë. Me 10 çokolata. Atë ta japun çokoladën. Aman, inshallah i hatë 10 të shëndoshet i qipse. Stinët normal që me Armirin nuk shikoj ndonjë ndryshim ke Stinët, për shembull, sepse është konsistent në atë të vetën. Te Stinët, si e thua emrin? Ma kanë bërë të gjithë ma kanë quar. Jo, e kam që kur të jetë Stine tamam, do them Stine, po Stine të ta ndaj mendjen. Ta ndaj më çash ver, pra ver, vjesht apo dimër. Akoma është në dilemat e veta, kështu që po je në rrugë të dur, domethënë që të vim ke ajo. Ndërsa Kristi me Angelon nuk më bën çudi, janë gjithmonë bashk, edhe e kanë suportuar njëri tjetrin. Janë interesant, kështu që Okej, shohim se si do të shkojë kjo, televotimin e kam hapur, pyetja është kë doni të shpëtoni edhe një herë në televotim janë Stenaldo, Armela, Lorna, Lore, Juela dhe Mali. Njëri prej tyre do të lërë shtëpinë të shtunën, kështu që votoni. Më mbyll një lidhjen me shtëpinë, dhe ndërkohë që unë bë një rrotullim ose disa, sepse është ore vonë edhe njeriu lajthit pasi kalon orën 1, shkojmë në publicitet.